Në mënyrë që buka të qëndrojë e freskët për ditë të tëra, mjafton të bëni këtë veprim. Ekspertët paralajmërojnë se ngrirja e këtij produkti patjetër duhet të bëhet në mënyrën e duhur, sepse vetëm kështu ato do të ruhen të freskëta. Shumë anvisa, mbetjet e bukës i fusin në frigorifer me ngrirje të thellë në mënyrë që t'i përdorin më vonë. Ekspertët e lejojnë këtë veprim, mirëpo paralajmërojnë se ngrirja duhet patjetër të bëhet në mënyrën e duhur sepse vetëm kështu do të ruani freskinë e bukës. Buka e prerë apo jo? Para se ta fusni bukën në frigorifer me ngrirje të thellë, mendoni si do ta përdorni më vonë. Pra, nëse ju nevojitet një sanduiç, atëherë priteni në feta. Mbetjen e bukës mund ta vendosni në një pjesë, por nëse nuk e vlerësoni që u nevojitet në pjesë më të vogla. Ngrirja e bukës. Kur pritni bukë, mbështidheni në një folije të pastër plastike, buka do të ketë teksturë më të mirë dhe kështu do të keni më të lehtë të shkrini. Pastaj bukën nga folija e vendosni në qese plastike dhe e mbani aty në dy qese.